Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirë mbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren e parë. Sot është diela e 5 dhe jemi në javën e parë të psalterit koha e krishmeve. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birrit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. Dëgjo krijues dashamirës, me lot po të lutemi, ndër agjërimet të shenjta ke themeluar krishmët. Gjurmues hynori zemrave, që nje dobësitë e forcave, atyre që ka të kthehen, jepu hirin e faljes. Vërtet kemi bërë shumë mëkate, të penduarve jepu mishrimin, e me lavë të emrit tënd të dobtëve jepu shërimin. Kështu trupi njash dërmoje, nën shtroja agjërimeve dhe mendja për korë, ti shmanget njollës së fajeve. Ndihmo Trini e lume, na lejo njeni e vetme, për të tu të jenë të fryshme, këto dhun ti frenimi. Amen. Antifona e parë. Do të vë në zemrën tuaj ligjin tim, unë do të jem hyj juaj e ju popullim. Psalmi 141, lutja në rrezik. O Zot, klitha drejteje, eja më shpejt e kun, dëgjoj zërin tim kur të ras drejteje. Unë ngrit lutja ime si tymi i kemit në pranin tënde, lartësimi duarve të mia, por si flia e mbrëmjes. Vërja rojen o Zot gojës sime, edhe rojtarët në derë të buzëve të mia. Mos lejo të prirët zemra ime në punë të këqija, për të sëndërtuar punë të liga me njerëz të paudhë, që të mos i shijoj knëtësitë e tyre. Le të më raj drejti, kjo është mëshirë. Le të më qortoj, por vaj më katarit mos e left kokën time, por paça uratën përballë mbrapshtisë së tyre. Kur nga greminat i plandosin gjyqtarët e tyre, do të shohin sa të ëmbla kanë qenë fjalët e mia. Por si ashk latë latuesit e të presisit në për tokë, shpërndahen eshtrat e tyre grykës së nën tokës. Tek ti o Zot janë sytë e mi, ty të rash në dore, mos lejo të birët shpirti im, më ruaj prej grackës që ma kanë ngrehur, prej pengesave të atyre që bëjnë të keqen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. do të vë në zemrën tuaj ligjin tim, unë do të jem hyj juaj e ju populli im. Antifona e dytë. Për mua nuk vlen asgjë tjetër përposa ta njoh Krishtin Jezus, Zotin tim të vetëm. Psalmi 142. Ti je strehimi im. Me gjithë zë thëra Zotin në kushtrim, me sa zë kam Zotin e përbej, para ti shkrehem në vajtimin tim, para ti e qes shtrëngimin tim. Me gjithë se shpirti im po meket në mua, ti e nje udhën time, udhës nga më duhej të kaloja, ma ngrehen grackën. Shikoja djathta se shihja, si shte askush që të më njoh, askund shtek shpëtimi, dhe s'është askush që të kujdeset për jetën time. Atëherë të thira në ndim, o Zot, e thash, ti je strehimi im, ti je pjesa ime në tokën e gjallëve. Vështroj britmat e mia, sepse janë përvujtruar për së tepërmi. Më liro prej salvuesve të mi, sepse janë më të fortë se unë. Nxirë shpirtin tim prej rrethimit, që ta lavdëroj emrin tënd. Rreth meje do të bashkohen të drejtët, nëse mirësisht do të kujdesesh për mua. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Për mua nuk vlen asgjë tjetër, përpos se ta njoh Krishtin Jezus, Zotin tim të vetëm. Antifona e tretë. Në qastin e vuajtjes së tij, Krishti biri hyjit, mësoj dëgjueshmërinë ndaj Atit. Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2. Krishti shërptori hyjit. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyj, Barazin e vetme të nuk e çmoj si një vesar që smundet pa të. por ja mohoi vetvetes E mori natyrën e shërptorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, dhe për kapamja jashtme, dukej vetëm njeri.
E përhuli vetë vetën duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve. Dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, Që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë. Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në çastin e vuajtjes së tij, Krishti i biri i hyjit, mësoi dëgjueshmërinë ndaj Atit. Leximi i shkurtër letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë, rreshta 18 deri në 21. Ta dini mirë, nuk keni qenë shpërblyer nga mënyra zbrazë të jetës suaj, të trashëguar nga etrit me ndonjë send të shkatrueshëm, argjend apo ar, por me gjak të paqmueshëm të Krishtit, qengjit të patëmet e të panjoll. Ai një mend ishte i caktuar që para krijimit të rruzullit, por u dëftua në këto kohë të fundit për arsye tuaj. Në sajet të tij ju besoni në hyjin që ngjallin nga të vdekurit dhe i dha lavdi. Kështu që feja juaj dhe shpresa të jenë në hyjin. Përgjigja e shkurtër. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. Ti që vuajtë për mëkatet tona. Ki mëshirë për ne. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Nëse kokra e grurit e mbjellna dhe i nuk vdes, mbetet e vetme. Nëse vdes, jep shumë fryt. Kënga e Virgjërës së Lume sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt. qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjt është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet. duke sjell në mend mëshirën, Si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Nëse kokra e grurit e mbjell në dhej nuk vdes, mbetet e vetme. Nëse vdes, jep shumë fryt. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti është mësuesi ynë, ai është vëllai ynë. Atij t'i japim lavdinë e duhur dhe ta luajsim përzemërsisht. O hyr, ringjallë popullin tënd. O Krisht, i e bërë ngjashëm me ne në gjithë çka përveç në mëkat. Bëj që të gëzohemi me ata që gëzohen, e të qajmë me ata që qajnë, në mënyrë që dashuria jonë çdo ditë më tepër të rritet e të forcohet. O hyr, ringjallë popullin tënd. Bëj që ty të uriturit të shërbejmë ndër vëllëzër të uritur, dhe ty të ecshmit të shërbejmë ndër vëllëzër të ecshëm. O hyr, ringjallë popullin tënd. Ti ringjallë Lazrin nga gjumi i vdekjes, bëj që ata që kanë vdekur për shkak të mëkatit, me fe dhe me pendes të kthehen në jetë. O hyr, ringjallë popullin tënd. Bëj që sa më shumë njerëz të shkojnë pas teje me gatishmëri, sipas shembullit të Virgjës Mari dhe shenjtërve. O hyr, ringjallë popullin tënd. Bëj që të vdekurit të ngjallen në lumturinë tënde dhe dashurinë tënde ta gëzojnë gjithmonë. O hyr, ringjallë popullin tënd. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, po të lutemi o Zot hyjnë, na i janë ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë gjithmonë me atë dashuri që është hyri birin tënd ta jap jetën për ne, në për Krishtin Zotin ton. Amen.
Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.